E që tash jena goti. Robi plaget kur do vet. Robi plaget kur do vet. Robi plaget kur do vet. Bravissimo! Klan Kosova, Robi plakët kur do në vet, e djela e fundit. Urime Kërshëndellat. Po, Ha? rime Krishtlindja. Merry Christmas. Edhe shumë shpejt vit i ri. Edhe 30, ha? A I ko dhe tori 31? Po normal, se me 31 në vit i ri, o më vësh. Jashtë! Kabilën, ku që ato qore s'kem pa thirë në emision. Mas pori që kjo Anisa ish knoq. Ish orë një ditë për para ish orë. Mos ditë lingjena? Po daj, Shumë i fort. edhe mos lexo komente, e ka të shamin edhe mos lexo komente se nuk e kam ditëlinjën, mos gabon me mauru ditëlinjën. Ajo e Shqipnis, mas 17 sekondave. Shi, ditëlinjën e ke uriva. Thash mos ma orra kabilën. E koni të shome shumë interesante. Strategu, a? E përshëndesin strategun. Edhe sonte I kemi dy mësafire. Shumë të mira. Non e bi. Me shku në Shqipëri. Kena mu knosh muhabet. Edhe do më thonë është puntata e fundit për këtë sezon, janarin pushim. Shkonin e për skime, e për pushime, pushoni pak, mës t'ja teshim edhe na deri në shkurt. A në shkurt kena mu këthy fuqishëm. Lynx, si çdo herë, me këtë energjin që ma jep pozitive, veç mo para seksit s'du me përdor. Pse I myta, mëre, I myta. I myta, këtat Lynxit të I thonë bjerëmni. Si që janë në unën e vetë. Kur kun botë, së mund është me nikë si sene. Vesh të na. Tha e qiva, që. Si që janë në unën e vetë. Qka me, po qka mund është me mbotë, hajtë, kështë adin, do mosh këtë që I lavdonë. Unë kështu, kështu. Ja, më ne, qka me, hajtë, qka mund është me mbotë me këto vjetë, qiki. Tha me bu me qiun e tha, kur që është nesër, tha dhe pula vju folë për dore. Bale, është epizoda e fundit, ketë mund do me posonte. Normal gjithmonë të ju kërku falje. Ma bëni halal, late night show, Robi plakët kur do në vetë, mu ishit sa ma shumë me kesh, e mërzijat leni anash, qëfar do problemi që keni nuk zgjidhet me problem, po zgjidhet me qetësi e me dashni e të kesh. Edhe shtop të fundit me thomë edhe o kry mua beti. Tha po thu që I fort jetë në krevet, ha? Kush? Tha një djallë të miqës kërë pa ta qi, tha edhe fene pa të ndru. Fene pa të ndru. Po shra zotin. Urime Kërshëndellat ai Allah është përblef ty. A shkojmë me sponsorin e dytë. Luxor Hoteli është ai vend. Është ai vend ku knojnë bylbylat. Valla që aty knojnë bylbylat. Trrrrt. Dhomat e mira, pijet e mira, ushqimi mirë. Lux, edhe emrin e ka Luxor. Në daljet të Bllacës, sa të futeni në Maqedoni, nënën e djathtë. Vizitoni se ja vlen. E Automita është ai. A e din bre që mas çdo muhabeti, mas çdo fjale, muzikantave ju lidhët me naj kongë, din? Për shkak thonë ti hajde ta vallzoj. Na më njerëz po kur the ke u kona e kongja e imja shota, a din që u kona e një kongë shumë, po,
shumë sen i mirë u konë, s'di pse se knojna mo kështu në për s'konë mo tash, s'kena mo emision. Do shta me thunë për puntatën tjetër me knu që të kongë. Edhe ka pasot, e imja shota, refreni fundit, tararararararara. Edhe kur thë këtë kush, e kujto është kjo? Ta Shqipnis, e imja shota, po dhe... E nese, mos doli për teme, Automita, 4 modelet motorave, Moto Guzzi, Piaggio, Aprilia edhe Vespa. Shumë shpejt vjen pranvera, vera, mos u ngullin e për trafikat e Kosovës. Jo kësi trafikat që bleshin për para gazeta, po trafik. Edhe pse është rrezik mu fut mes kereve, po deri sa jeme shpejtësi tullt, më rinë në ko ku dush edhe parkosh ku dush. Menoni që sen, kur seni do pare që tash mazit i 3, edhe shkoni të Automita. E na, po shkojmë vetëm me një barcolet, se të sonë të du me shti edhe musafirën, se këta të Shqipni kanë barcovicat e mirë. Përshëndetje Robi, po ta nisi një barcolet. A kyve që ka nis, atin? Njonin po e traton gruja edhe po e kërkon një snajperist me vro grun edhe bashkat dashnorin. Te 2.000 vro. Po, snajperisti tha, s'ka problem, e kry këtë punë. Ama, gjdo plum i suksesshëm kushton 10.000 euro. Po, ama kërkesa e këtina burit, ka thonë, tha, grun kom qef me Marokën kry, me snajper, e ato në rak. Thot, u bolo është 2 pluma, 20.000 euro. Shkon kë, edhe snajperisti tanë kontu e për cilë, në gjarjen. Aj, tanë kontu i shkrujt. A e kryve, adin, që ato ndodhë. Ajo taman e krynë atë punë ata, ajo vazhdon mja asishne. Dhe me thonë, tha, o kryja, tha, shuj, tha, se po më do këtu me t'i pështu një 10.000 euro. Me një plum. A që unë e kumenu, adin unë e kumenu që ja ka mora e ngoj. Ja, kone e fundit s'pi kuptoj visat. Ja ka rom një jog. Nja, ama i mirë. Sa herë më nështë me bo seks gjatë natë? Tha një herë, pak shumë. Tha nja, ma të mirë. Kthehemi pas marketingut me musafirt e sontëm që i kemi shumë të mirë. Erdhë momenti me i ftu 2 musafiret e sontme që kena mu knosh muhabet. Bende e një gati. Please welcome Rita and Rozaloti. Bravo, Bendi. Qa bëri se se pash, u rëzove, qa ndodhi? Nga emocionet. Nga emocionet, Nga emocionet, më puthi dorë, nuk e besova. Unë e mbajta vetën, se edhe unë kisha emocione. Mirë se erdhët, faleminderit që Santiana, sa e bukur që je, sa e bukur. Super ju. Po më edhe Robi, mam, lutem, Roberti. Smere bura. Të bukra e kam edhe atë këngëtarin e kam të bukër. Përshëndetje. Anisën, po. Orkestra e mrekullueshme. Edhe pse bjondinat i du ma shumë. A, E vërtet? kom thonë disa intervista, vdes. Se s'kemi na shumë këtu në Kosovë. Nga Santianës bu bjonde.
Ka qenë kjo, ke qenë një bjonde? E kam përqy shumë, e kam përqy. Sidomos nërsetullat kur i pat botë bardha, atër po, as era s'kur gjonë gjyre bukër, po. Kam pëlqen. Ama në rozës unë një ngula kam t'i bëj bjonde. Në fakt unë të ndryshim luku, se unë kam qënë për një kohë shumë të gjatë brune, dhe kur isha në Big Brother, se këtë mund të ndaj si eksperiencë me Santianën, kam qënë brune, por duke ditur që do nisnim këtë projektin bashk, edhe na shkon të ishim të dyja bjonde, sepse dhe një gaf, një shaka, bjondja është koketë, është e ëmbël, kështu që ishte në plan që unë të bëjsha bjonde për projekt. Ty të kam njoftu bjondë, Po, në fakt, kur ka ardhur dhe në studio, bjonde po bjonde ke qenë. Nëse s'ka bëj e ke pas ndonjëherë flokë të shkurta kështu si ndonjëherë ajo. Të shkurtra, pak a shumë sa Si Santiana ke pas asnjëherë si quna, Jo. Se kam mendoj se e ke kokën e bukur dhe të kishe nejtë edhe të shkurta kështu. Po, e sigur do më kishe nejtë. Ka fytyrën e bukur. Shiko, Gjithçka e mirë. Robert, se është një shprehje, mos e thuj budalliqe budallajt. Po, ashtu thojnë. Veç kur do me i surprizë, se mami nuk para ka qef për këto ndryshime ekstravagante të mija, dhe veç kur i shkoj në shtëpi. Po jo, këtë bjondën ja duam, sikur të qelet, sikur, se është i qikë si serioze shumë në njerë, edhe mami do më të qesh shumë. E qelin këto. Vogla ime... Që unë e regulloj. Prej buskuqit, se na i thojmë Carmen këtu, nuk e di, a na kam bet, po. Edhe kur nuk ndëgjojnë mirë, thojnë kar qka? Po, atë se... Si thek, po. Tha mu ka prish Carmini, jo, tha mini ta këtu ka prish, tha se karin merike. Unë kërkoj falje kështu, zdia na ke për cjela, ke pas Po ti të shkon çdo gjë që thua, more, po si ishe mundur kjo? A unë e humorit jam, aman ta thot Berti, unë e ndjek, edhe ti ngopesh dhe shijon sa do të jetë banale, si me thënë. Aman ta thot dikush tjetër, ti nuk e përballon dot, nuk e suporton. Kështu që ty të shkojnë, s'kam çfarë të them, shkojnë shumë. Unë kur performoj kështu në për këto mramjet e mia, tash e din që e kam edhe emisionin, edhe ma njofin humorin, do me thonë, aty ke njerës të lilloj, edhe kanë pi alkohol, edhe dikush mërë të me thonë, qa fleti kështu. Do me thonë, 5-6 kong, edhe kur të mbarën aty, tash atë pjesën, si potpuri që është, me ritmike, ajo 10 sekonda ato pauzën që e kemi, dikush pa hongër mut nuk e lena, dhe me thonë dikush t'i shka. Po, edhe në minjë, as një zo, shëregojnë. Edhe kështu i këthejmë, po kretë qeshën, ajë 2 metra të qunë i madhë, edhe po mu ma kuptojnë, me thonë a i kanë këtar tjetër. Varet se kush e thotë gjë. Ma, ku ka qënë Roberti iftuar në emision që bëja unë dikur të Why Noti, kemi patur probleme, se Roberti t'i shkon, i shkon batuta, i shkon, nuk mund qëtë banale, është humor i nyt, po që ka lezet. Edhe për anën e televizionit nuk isha orarin që e kisha pak problem, po për YouTube-in kam bërë një luftë të madhe, i thash duhet Alini komplet pa censur, Robert Berisha me gjithë humorin, me Barsaleton që the, me gjithë shka, sepse kishte shumë lezet dhe është ndërmë të shikuarat. E ke edhe ti me... është ndërmë Pa të të fuduart, ato të shkretat, Po, Roza, din me me i bo këta. E din që nuk kam qefun ashtu edhe mi ka sjell ato. Gjitha ato goca, duke ishte shumë bukur. Një emision shumë i bukur, i shkon. Ai pikërisht atë thamë. Sidomos e Barcoleta, edhe pse është e Kosovës, po... Me gocën Shtatzan. Me gocën Shtatzan që i thama, po ishte aksident, çfarë aksidenti, ka qenë shumë e bukur. Po me Barcoleta si jeni me Barcoleta? Mirë, unë e mbuloj atë fushësi e sektorit që jam, po me thënë do shumë atmosferë, do shumë ambient, për veç ati ku merr lek, ku paguesh që të burojnë ata. Kurse në ambjente tjera pasaj duhet me u kariku, me cilë në formë, me tregu, është shikë më problem. E di. Ti e kupton dhe vetë se duhet shumë gjëra që të vija i momenti që ta thuash. Po. Që shpërcon mami e ka Barsalet vetë jetën, sepse e bukra Robert është se mami për shumë gjëra e thotë sepse ashtu ja pret truri. Po shqyqyr Zotit që ka namin, sepse është komediane, dhe njerëzit qeshin. Ha, je e madhe, qa humorin. Ndërko mua më ka ikë ftyra. Mua më ka ikë qerja ftyra, se më ka ndohë shpesher me të. Kështu që thank God, shqyqyr Zotit që thonë, ha, është komediane. Une u angop mirë, une kupton ti, une kam ta mamë. Të thonë Rita bën humor. Okej, dakord humor. Mesazhet i japun ashtu. A keni punu ndonjëherë bashkë, a keni pas ndonjë projekt ma herët bashkë, përveç se tash? Jo, kemi qenë shumë. E kujt ishte ideja që filluat me, që është vlogat? Me vloget në YouTube.
Robi, në kohën e pandemisë, kur u izoluam të gjithë në përshpia dhe ngellëm pa punë, menduam se ngellëm pa punë, se 3 muaj zgjati ai izolimi, kemi qenë gjithë pjesë, kemi jetu. Edhe unë mendova bobo, thash, kur kaloj muaj i parë, faturat, gjëra, ç'a do bëjnë, televizion s'po shkojmë dot, se s'del dot na shtëpia. Dhe që atëre, mora një fletore dhe kam shkruaj tur, thash, do merrem me YouTube-in, do bëjmë me mami video jetën tonë. Edhe duke kujtu këto namet që lë mamaja ime, të gjitha duke i kujtu qa kemi kalu në jetë, edhe i kam shkruajtur në atë fletore në 2020-ën. Pastaj u liruan rrugët, hiku karantina, unë ju riktheva televizionit, ftova ty, isha pjesë e një seriali që luajta si aktore, shumë intense puna, u harrua ajo fletore, zuri një cepe, zuri pluri. Tani, mbas daljes time që nga Big Brother, e deri më tash, nuk po e shifja situatën ku duhej, nuk në Shqipëri televizionet s'po funksionojnë dhe aq mirë me sa po vëmre, po kanë dalë në mod podcastet, të gjithë profesionistët e vërtet, tash nuk i ken televizion, po i ke se cilin kanalin e ti duke bërë diçka. Edhe këto mendova dhe unë, të bëja diçka në kanalin tim, dhe u kujtova për atë fletore. Thash, ore priti sekond, si kemi shkruajtur ca skeqe, nuk janë skeqe të trilluara, janë real life, jeta jonë e vërtet. Dhe i thash mami thash, sepse e kam vënë impaktin e publikut, Robert, që unë kur postoj vetëm, postoj në i fotot bukur vetëm, janë 72 komente. Postoj me robe banjo, janë 120 komente që ameti, Robert. Ama, kur postoj me mamin, 400, 500 komente. Njerëzit e duan shumë mamin, se mami është virale, është Shqispani, edhe thash mamit, hajde, atë fletoren, tash dërvjellësojmë edhe më shumë, i kërkojmë do bashkëpunëtor, i kërkojmë një ekip, edhe t'i japim drejtim, edhe ja ku jemi, Rita Roza Vlogs. Po, është në një parat, gjirimi i parë, si tuet, puntata, vlogu i parë, episodi i parë. Vlogu i parë është jetë e vërtet. është pritur mirë. Produksioni, do më thonë, ekipën e ke tonën që ke gjiru ma herët me ta, po Jo, janë quna të rinj, është Quart Production me Vinin, Elvin Minaj, i cili ka qenë edhe pjesë... Shumë profesionali, shumë ka përqy, do më thonë, si me qenë ka një... Në Kanë, Elvini ka shkelur tapetin e kuq të Kanës, edhe ishte përgjësi shumë e madhe për mua, kur ta Elvini dhe bëjmë bashkë, and I was like, oh yeah, oh bobo. Te filmi me Aurela Gaçen, që janë motra Aurelës të filmi, është pjesë e stafit, Vini dhe unë isha shumë i përshëndesim shtepër mirë, do me thonë ato... Përplasje, sepse përplasje në mënyrë komike, sepse unë e dua vlog, e dua raw, e dua kështu, tamam reality life, kurse qunat janë të filmi, janë të fotografia, më kupton? Jemi duke u përshtatur se të gjithë bashkë që të nxjerrim një produkt të bukur, po ne nuk kemi skenarist, neve nuk kemi tekst për të lexuar, ne thjesht e dimë ata një të bëjmë atë pjesën që e mamen atë. Si na ka ndodhur? Edhe kështu Bertja, kjo është. Shumë bukur. Dhe po ecim janë 12 puntata, të shofim, po pritet mirë, këtë të hënësh tjetra, në gjdo të hënësh, në orën 8. Gjdo të hënë, do më tonë 4 puntata. Qa kemi kalu, asgjë e trillume, po ka hap derën, kjo unë e shkarratitur, si nga gjumë dhe kjo, ka thënë dua zonjë Rita dhe unë kam përplas derën. Edhe jam regullu, janë verë, pastaj kam dalë të dera. Suki këtu, dhe kjo duhet jetë the mother of Suki, nuk toleroj pa buskuqin e kuq, mama asë njerës nuk futet brenda. Të kam parë fshorazi që ke dedhur plerat pa bust të kuqe dhe më ka rënë damllaja. Njërë me pa me shapka për jashta, me shapka të shpis, në qëllon me motor gjani tani, të qëllon, nuk je ngrehur 24. Duhet jesh pa tjetër se i artistet të njofën të gjithë. Si që e kishe makinë, nuk thuja direkt, unë marrë s'ke qele qëllit, thash, nuk e shikon bëvon. Do në gjithë e shalat, dola me shapka nga i nati rozës. Po kjo. Me roza të do në perfekcion, nuk jemi ne. Mamaja është pensioniste, unë atë qako kërshua të. Ma! Se mirë bode. Janë pensioniste, lënë e pensionista të jetojmë të lumëtur. Mos nga censuroni jetë. Ka do vërtet që e ka hapur derën, pa lyër, flokët e shkatruar dhe i kam thënë... Silvia Komshia me moto Gjanit, shkojmë na i që Ta kështë di që Roza... Po ku po sa të thash, po i bje telefoni, po merëm telefon si atë ditë. Dhe këto janë ato që kemi... Që ka ndodhë vërtet. Kërë ka po që është Roza, të i nëzirë dhëmë. Maj të dhëmë për pak se... Ta e në gjenerat që jenë ushqy mirë, ketë bio, dhe me thonë, na gjeneratat e reja ketë dhëmët, që santi djeja kemi i bo dhëmët. Mos kishe thonë, më duke shumë originale, shumë naturale, shumë bukur, bravo. Që jenë kushte tash pëse jonë. Bile këto dytin jadha shumë se dje,
pitimi, plak. Ta pysim Rozën pak për Big Brother me se ku marru. Që kem me Big Ja, Brother, ne duna po. me vetë pak, po. Qysh ka qenë eksperienca, qysh ki kalu? Kur isha në Big, interesante. Këtë kam thënë gjithmonë kur kam pyetur. Eksperiencë ketë më ndryshe, po. Interesante. Edhe shumë e keqe, po edhe shumë e mirë, po edhe shumë emocionuese, po edhe shumë izolim psikologjik. Interesante, me të Pa u mira, fut me aty të kur kush këqijat. nuk din me spjegu, do me thonë. Me mira, me të Diçkush e ka Pa e përjetu, po. Unë deta 4 muaj. emocionesh. 4 muaj është E frikshme. Shumë. Atë ka arë ndonjerë kur e ke përcirë, kur e ke shiku, atë ka arë mi thonë, më adin vajza ime, do me thonë, kishe qenë aty, adin që mi ndihmu në ero se adin, a? Se të shpise për jetojnë. Ilaçet, tensioni, fikët. Apo dhe. Merëm o zotë, ca skena lumë mami, po kam bërë një yllë. Deksha mami, deksha mami. Do me thënë janë ato emocionet se situatës se Santiana e di shumë mirë, se atje është, si ta dhe një luftë e brëndshme që ti harrohesh, 100 kamera, ka momente që ti nuk e... Mi po, publiku shikon... Shikon, po. Atë më të ke... Tek ajo që ndrojnë. Tek ajo që ndrojnë. E mira, okej, jo, e keqja zgjatë. Po, ti mirë që kjo është e zgjut edhe duket mirë si prej gjumit, si para se mero me fjetë Roza duket si kukull. Po, një koment nga një gazetare, nuk dua ta përmend. Po punë kanë atë. Më tha, si s'të pam njerë tha me rrath të nxira të syve, tha. Edhe aty mu kujtua, ajo pjesa tek vlogu i parë që kemi nxjerrë tani me mamin, që Rita hapi derën pa lyer dhe unë isha, Rita latin po kërkoj. Me thonë, si mu të më shofësh mua, moj motor, i thash, me rrath të nxira të syve, unë i thash që kam edukatën, që sa qohem në mëgjes, lyu njerë buzët, vëvatët, ose shkoj pik kafen. Është me një mamë artiste që bebe ka mbajt në prerë para pasqyrës që dalë sken. Që bebe ka mbajt shoqan kraj, kemi vënë gjumë aty. Do me thënë, jetë artistit. Ajo ashtu është rritur dhe s'ka se si të... Me gjëra të bukura. Dhe kur më vjeni natë në njerë të më rio, Rita tani se vete ke malli jotë është edhe kaq. Po, E o kry. jo është e vërtet kur të shef min tënë, se pa u bu prind nuk e din çfarë ndjenjë është. Adine kur të sheh aty, unë e hiq pa e pas këto gocë, kur e shisha në Big Brother, u mërzitsha. E pas ta ilaçet, në vend të ilaçeve e mora një Viagrë, shtyp janë në kull. Ju hi. Këj shive. Nese, ne kemi pa shumë Santiana në Shqipëri, e kemi ndjekur. Santiana e ka fitu zemrat e njerëzve në Shqipëri, ishte luftarake. Historia sa ishte dhimbshme, me një mami heroin, një mami mbretëresh, edhe kështu që na ka emocionuar, po ishte dhe shumë luftarake. I shkonte deri në fund gjë Santiana. Edhe kjo është me mamin e saj si ju dyja si jeni si shoqe. E prandaj ja e kam përcjell, bile jam prek shumë kur është fut mami vet, po unë shumë jam që ke smur për Big Brotherat. Më kërkojnë çdo vit me thon drejtën, po nuk shkoj dot sepse A ke mendu? Më fut me Më kërkojnë. Më kërkojnë se e duan Ritën se ja valon Rita atje hapu dhe. Po shiko, se dhe mund të futesh, se ti të thush qatë thush, ha, do thonë se është komediane. Jo, leti atë. Po, dhe i falit, po. Make sense. Po. Se di kushtet e me fjetë me një dhoma, Jo, nuk e shikoj veten kur. Janë ca programe që më ftojnë dhe më duan që unë mos i themi, unë nuk e shikoj veten, as atje. As në fermë. Jo, se unë do të qërë mëgjes, do merrim qik shumë e veten, ato që bëj, skati atje qonë, lëviz bythën edhe dilë, po, nuk e bëj do të. E vërtet, po një Barcolet... Ha, tregoj atë që të ka ndodhë me vërtet në autobus. E këtu të vërtet atë janë. Të mira. Po, tashi, hajde pra, ka qef Roza me tregu. Po kjo është e vërtet, për jetimi vërtet. Na, po i tregullohet tani se... Ta si do tregullohet. Para kamerës. Nuk e di ku i keni marrë këtu, po të dyja të duke një bukur. Faleminderit shumë. Barzezi! Motrat Barzezi veshin na qepi neve. Ne kemi stili. Kjo është veshja për të ty. Rita do me thënë në moshën e dashurisë, që kërkon dashurin, kurse kjo style, kjo është princesh. Kurse unë kam dalë kështu do me thënë, ti ngrohë sa kush është i plevitosur. Se dina din kërkoj falje prej këtu me lukët e mbyllta që i kanë ma të zeza, ma bruneta, po kërkoj falje, po bjondinat i du shumë edhe i rinë qëfar do në gjyre ju shkon. Nese, kjo është qepur me kuptim gjyre, e kërkova unë, që fike e mu na brënda, kam i kur unë për edhe hop,
përcëlloj këtu nga jashtë. Dieg. Shumë bukur po do. Ngroh nga jashtë. Zoj, Thojt e më pikme. mbyllët, boost, Ferrari red, Po, nuk pink, mund. flok të Po bordha. nuk mund. Jo, nuk mund. Është sri mami Këto pa. Zoj. kur bjen me fjeta, i hek këtu nozat, Po i heq. derën e mbyllni. Janë të neqe. A të ne Të qena? neqera krejt që shikon të neqe. Po jo, ta mos të vë se ke rubin ato aty, mos ja fushon. Fushomi ti. Po përshën se kjo që të e pitona e mbyllni derën. Të neqera krejt janë edhe mos e kimera. Më shkruan të njëra, ama në Rita Iqe ato unaza se na breke qëri motër gjani fli gjumi, thash janë të neqera. Kishe më su mërzit shumë, atë po. Tani, Në një autobus. dite me që do Roza, edhe të ty kam shumë dëshirë ta them, mos e do matesha diku. Isha vesh, isha ngref, më Rebert, po kështu më pëlqeu vetjas. Se ty s'pëlqen asnjëherë, po ka ca në një ditë të duket vetja bukur. Po. Veshur, e kështu e thash si jam duke nxjerr makinën fare. Mbyll me nuk shikon njerëz makinë, shet mërshme. As taksi prap mbyll. Autobus ishte ora që nuk ka njerëz. Po shkoj te Roza, thash tipi në autobus shoh dhe njerëz. Hypa në autobus, po qete vetja shumë. Thash sot, thash është dita ime, do qëlloj na një. Na një. I ëndra vetë të pleqërisë. Kështu si me të qeshu me vetën time, kur do t'i mu të pjaca, futet një, apo dhe, yll. Dalon autobusit e pjaca dhe Edhe hipën futet, po, dikush. Stacion u atje. fut, po. U fut njëri, ua, thash, ja, ëndra e pleqërisë. Ja me këtë. Ëndra e Ua, pleqërisë. një në rini, një në pleqëri, mo e ke identi, drrrr, mua leqet e këve, mu drodhën sa, aha, e hëngraun. E iku e mua bet, thash, unë ky një hap të bëju palosa. Ua, të mëshme, po bëjnë qik veten, po bëjnë qik zonjë, si Rita, ma Rita, artistja. A kishte blera e diçka në A pjazë, jo, a me kishte jo, pas diçka? a i përqef të vetë, aroma ti me erdi, dera ti, qatë të muni parfumosur, i veshur, me ato thinja, uaj, unë me ca syza na kaq, se kur jenë në ambjente publike, ruemi qinesh, edhe bëja kështu dhe syta ai unë. Kur do ti, unë duke ndërruar tani kështu, me pa, ja një kështu më mungon, ja një kështu, me një kështu do doja. Kur ai kthehet nga mua. Po vinte, po ishte qik, unë në fillim a isi nga fundi. Po harova numrin e telefonit që do t'ja thoja. Ti kanë kontu e mendut, po, s'po. Harova i po vinte, unë po numrin që të pija kafe që t'i thoja, se pash po vinte të meje. Iku, sa ku truri as numër telefoni, as gjë vetëm unë piva dhe po bëja të divën. Absolutisht. Kur ai me atë hapin e ai po më duke i mua si në përëndra. Kur eri për thashëm, me mua e kishte, bram para me. Më falni, tha, zonja e Rita Lati, po, thashëm, me një qëndrim, stoik. Tha, jam shumë i lumtur që po të takoj dhe po të shikoj, respekt për ju. Unë e tej dër, respekt për ju. 069, kjo direkt numrin, po. Po vite numri. Tha, jam shumë i lumtur, tha që po të takoj live, tha, sepse unë jetoj në diasporta. Është një fat i madh, sepse ne ju ndjekim shumë, do kisha shumë dëshirta të kishe hequr syzat dhe të bëni një foto bashk. Patjetër, i thash unë, hoqja, ua, tha sa që ke plakush. Pa, syzat pak madh moja kam gullu gjysën e ftyrës, po dhe osa që ke plak. Sa që ke plakur dhe... Se unë qeshtë. Prandaj, unë në thash... Dhe Beke, ty nuk plake njerëzi, tu plakesh kur do vetë? Po. E kur tha Roza, thash ati do shkoj të Berti që unë plakem kur dua vetë. A Ja. mora vesh qa ma bëri? Une me paramendova këtë ndrysha, dhe rajtë tu ardha, ty tu afru, kjo tu pregadit me adha numre të rejë, më falj, mos ke ndo një vllak shtu të bukur se ti se unë jem pederas. Asa mi do kështë ndodhë. Po leus një 3 dita, nuk dola jashtë fare, së ndodha do të vete. O, sa që ke blakë, O, godi, u ase që nke, unë dita me bukur e jetës time ajo, unë. Po, me të Isha duku me bukur. Me thënë të drejtën, ai komenti zotris na kushtoi shumë lek, se mami bëri një shopping shumë të fort brapa. Po, tashi, Nga i nati, po që do tash. Edhe tu ja dërgu ati në Instagram. Tani, ta them Ta dhe si final. pleqëria nonën ati, Ah, në zonë e fa. se s'desha me thënë këtë të fundi, se desha me lëm pikën këtu. Po kur më pa që unë vërtet, nuk është se dash vetën, se unë jam aktore, po bre një busqeshe, a, tha pse vetëm ti ditë bësh humor,
Edhe më kapi për qafe, pastaj u kujtoha me telefonit, i kujtova të tëra dhe erdha në vete. Je, pas ka regullu pak në fund, se tash mos kalon me qaq, se din këta, sidomos ta që jenë diaspor, pak adin, edhe kur të shofin dikon që i kanë kështu idol adin, që jenë fond sa Po të duke ditë rita humorit ta ngacmojnë. Rastin kret mja thonë, adin, Rita po. humorit edhe ta ngacmojnë qik. Po. Edhe po unë, edhe kur e them, në ambientën shoqërin time, kur e them, e lë pikën këtu, sa që ke plak. Se kërcet aty. Po faktikisht a i tha pse vetëm ti ditë bësh humor dhe më mori për qave dhe unë të shtiqat e krate ati, a ishte e pa mundur. Me zjedha në vete pastaj. Bravo, bravo. Edhe më e mirë se Barceleta. Është e përjetume kjo. Po. A shkojmë me një pikë muzikore nga Anisa dhe bendi Robi Plakët kur don vetë me një kongë sa ndëgjova gjatë provave të Elvana Gjatës. Ju lutem, mos na i hiqni nga YouTube-a. Edhe pse Anisa piknon qaq original, edhe vetëm të Elvana Gjatës edhe Dafina Zeqirit po i heqin, edhe mësu nga YouTube-a. Kështu që ju lutem, mos i hekni, mos u shteni u bo nervoz. Ato i dua maj shumë. Po, mund t'i e bëj, di, po, edhe i ka kong të mira. Klikimet po shkojnë të gjepi Elvanës. Po klikimet shkojnë të gjepi i tyre, po dhe, to e në kong, Me po të t'i drejtë. lojnë qash mirë, qash original po i heken. Kthehemi pas pak. A këti zemër, zemër, të duash një femër, femër. A këti, kur ajo veç ty të do. A këti zemër, zemër, të duash një femër, femër. A këti, kur ajo veç ty të do. A këti zemër, zemër, të duash një femër, femër. A këti, kur ajo veç ty të do. Bravo Anisa, bravo bendi. Jeni qasht mirë, javën tjetër mos hajdini. Jeni thiru. Jeni të lirë. Qa, bishtë marrë diqka. Këta dhëm të bukur. Që. Me qka po i mirë në bong këta dhëm? Me qka i dojën, ato që ma këtë dhonë që qëtu. Me postën e dhëmë Vebron. Posta dhëmë Vebron është të prodhuar nga Dr. Petrita Ademi dhe stafi i tij, është të prodhuar 100% në Zvicër, vjen në dy variante, Protect and Repair dhe Extra Whitening. Postën mundeni me gjetë në dyqane kozmetike, barnatore, qendra tregtare, si dhe në website brunsmile.ch. A shqiptar që e ka, nice. Dr. Petriti. Foto se do ta marrim se zbën ato. Pa tjetër, ja. Foto urgjente asaj se duhet ta... Jep. Që merreni lirë të dyja, që? Jo, duhet me pa tjetër, të lutet mami se i kemi Kjo shumë kush ka problem me mishin e dhëmbëve, Perfekt. edhe nëse kruhun nërsetlat, mos e përdorni ju lutem. Lirësht merri se i haroni pastaj. Dr. Petriti ne kemi këto prodhuar në Zvicër. Sido që tjetë fotot i kemi, jo, na i kanë bërdurat, do të thotë. Po. Falemderit. Nuk i japim tjerve, nuk i kemi, po I pasi... kemi në ratë. Dhëmbët me thënë drejtën. Mua pëlqen që është i Shqipërisë tonë, edhe hera parë që dëgjoj që... Në Zvicër e ka partnerin e ti, kanë prodhu në Zvicër, e ka bo Zvicër vetëm për mbarë emës gjëra farmaceutike. Unë i ka bo dhëmë bëtaj para 12 viteve, edhe këto kanë garancion vetëm 10 vjetë. Pastaj një 3-4 jadash santit, në ti përdor pak kjo diri. A që ti këthej, ku ti naj. Edhe këtu e të mira se njëherë njavë i lanë dhëmë të dhe s'ke nevojsh të qdo ti qomurve, qdo ti të mirë. Qa kemi të qka tjetër? Taksi Robertin. Taksi Robertin. Thirrni Taksi Robertin nëse do një mos më metë në për kolonat e Prishtinës, si për shembull Iraki që u vënu qëtash. Non. Ose edhe rën taka Roberti. Po, Robert ka taksi?
Që Që. s'kam pyetje. Gjithë po mendojnë që kam taksi Roberti që është i imi, është ndër të partë në Kosovë taksi Roberti, tani e kanë edhe renta kar Roberti. E po më pyesin a është renti jot. Thash renti jo, a kari po, 100%. Këto fjalë që kështu renta renta si? Renta kar. Edhe ajo shumë e bukur me e pyesin e pyesin i Kosovar. Si i thojnë, tha, më falë, tha, si i thojnë, tha, kari gjermanisht. Tha, në goje kam, tha, po së mbjen ben, tha, drejtë që janë, tha, në goje kam. Kënë e kemë, A filloj me gjerime, se s'ka të tërë. Të renta kar Roberti, thirrni në numrin 045 612 613 dhe 049 518 518. Reklamimi në aeroport. Reklamimi në aeroport. Gjitha bizneset e Kosovës dhe ato të diasporës mundeni me reklamu në aeroportin e Prishtinës në numrin 049 165 444. Bravo. Bravo, Santiago. Bravo, shumë e saktë. S'di pëse s'po futesh Big Brother, Shumë e saktë. ti ke qeni me. I kemi tash rubrikën pyetjet me spec. Edhe pastaj e kemi që nga Roza e kom marrë këto, e kanë pas për herë të parë me telefon ato, edhe mu ka duk shumë interesant. Po. Okej. Ama mu ma pa të bo për një me, kështu s'ka qenë kështu aktrim, mu pa të në thirë për një me. Kush ka thirr? Ty pa të thirr mu njëherë. Është një rubrikë që ka patur në Why Not, që vija telefoni para dhe E ke pas një sezon e ke pas ato, është e bukur. Po disa vinë edhe nuk din që do më thonë kjo është me të lindur, adin aktrimi. Edhe po, ani s'ka problem, do më thonë asë nuk e pret me i folë dikush tjetër. Po të thua, ta shofim si ka me aktru Rita, se kjo e ka problem, sës aktrimi. Improvizim? Si që në dije një improvizim është. Improvizim, fix. Hajde, prej nishit dherin 10. Hajde të filloj me zonjën Rita. telefoni, se- Jo, une kom e ti Jo, po kjo- këto pyetje. ajo Ti më është bën pyetje. Pyetjet me spec djekës. Me Po vetëm zgjidhe një Jo, numër. nuk janë shumë pak. Ase i ka Jo. ka qef Ase se ka problem. Se kam problem. Hajde prej nishit deri në 10 një numër. Shatë Zgjedhe. Një numër. Zgjidhe një numër. Cilin e ke treshin, a? Edhe unë e kam qef tresh. Se Roza Numrin. ka linë në 13 edhe 103 janë të fati tim. Se ka linë Roza në Okej. 13. Cila është fjala ma flirtuese që ta ka thonë na i kush na i herë dhe që të ka shti me kesh? Sa qenë ke plaka i tisi në atë vës. Ma flirt se që kjo nuk ka kërkonis. Ja, pra. E përshëndesim nëse na ndjeka i ndja sport, 100% Italia apo në Greqi ka qenë. Jo, në Amerikë. Në Amerikë? Në Amerikë. E këta e ka Ama më në marrin Amerikën pak. e kam bërë shosh dhe unë telef, mo gjithë me vitin e ri në Amerikë, Australisht. Kretë ku janë shqiptarët o 20 ca vjetë. Koncerte. Me kretë këngëtarët e E di, Kosovës, e kam ka kaq lezetin e madhe vetë, nostal. Kur më kujtohet Leonora Kupi kemi qenë në Londër, u gjvesh me provu diçka dhe neve që u mahnitëm nga trupi i saj. Kështu e perri. Po, është Perri. e gjatë, është e bukur, po. Perri, flasë për ca vite për para, tani se di, tani kanë kalu ca vite, po gjë më të bukur, me thënë kam kujtime S'ka lidhje mosha plot. që ti sa e bukur je, sa e mirë. Edhe Leonora është gjenerat e imja, kështu Një që... cop ylli, me thënë kur të gjvishe Leonora dhe tek dhoma që visheshin para se me dalë, unë po the, unë piktur, nuk kam parë gjë më të bukur, edhe kam të kujtime plot. Qa ti kësha pas qef me punu në dhomë kur zhvishën femrat? Po, do ishte shumë bukur. Qa bon këta? Kjo është punëtor, kjo Do rejnë ishte atë shumë- për do ishte gjithka mjë ndodhë. Do ishte shumë bukur. Ndihmën e parë. Kretë gjëra shumë të bukura, shumë kujtime kam. Treshi. krejt. Ja tash, du m'ja bu Rozës një pytje. A, po, okej. Banori ma seksi në gjitha edicionet e Big Brother VIP, Albania. Të Shqipërisë, banori mu seksi. Po djeve i ku maru ato tjera të i fundit cili i ke po. S'di se, me thonë të drejtën, vetë kur dola nga Bigu një faqe webi kishte shkruar tu Roza që nuk lozi Rozë në Big Brother. Nuk e kam pas fare si teknik flirtin apo me u njoft me dikon Big Brother. si ndjekse. Edhe s'di këtë them se s'kam... Meritoni. Mjekiqe. Apo meritoni Ai trupin ka qenë shumë vjet, a? seksi. Meritoni. Jo, ka ishte- qenë, kemi qenë bashkë. Bashkë Ishte kemi nga qenë. çunat, Në të njëjtin nga edicion. çunat, më të flasin për këtë paraqitjen, për këtë anën Edhe Fationi që ka qenë Big Brother. Fationi. Kishte çuna, kishte ca çunat tamam të Ato bukur. tjera të kështë Donaldi. Donaldi po i mirë është po.
Ata që... Të dy janë të mrekullueshëm, vëllezrit. Vëllezrit, shumë, po. Po e morëm këtu si flirtusa, se meritoni dhe flirtonte. Kurse çunat ishin çik tjetër gjë. Jo, aq ishin... Janë nga Vlora, pikën fjalisë. janë nga Vlora. Ata nuk flirtonin, Nga Vlora. ata direkt, pa flirt direkt. Në Rjorgan. Ishin nevoj ata i flirtonin. A se tani jam nga Vlora, unë, kështu që Vetëm çunat e mi do. krejt e mendoj kështu, atë kisha qenë unë aty mrena, mu ndodhi te ferma. 17 ditë, nuk kisha mundësi me nejtë ma shumë, më mërzita edhe për gocën edhe këtë, po kur të futësh aty mrena, pas 2-3 dite duken si motra, si familje, për të po. Si familje, vërtet. Familja shumë. Edhe pasi që dola edhe 3 muj tjera, as nuk e kom këshyrë. Se do me thonë krejt po të hupshëm po të bike testosteroni, do me thonë, s'ki kur farë. Është e vërtet, ajo. Po, se je me një shpije. Stres ko edhe normal është. Këtë Unë ndryshe me thënë prej drejtë jashtë. kisha ndryshe Robert, me qëra muhabetit i bjën kështu gjatë. A, po, Po, a? unë e kisha me shkarkim. Qa flet? Falma. Qa Qa bëjshë? shkarkoj kjo? Me një kësi, një kamionet, një shleper me malë. Të shkarku. Jo. Tani jemi të emisioni Robertit, Po. edhe nga Po të me humor, pra. Tu falen krejt, po. Kështu që meritoni ishte për mua. Okej. Me që te flirtishëm për Rozën. Me që te flirtus pra, se Po, pra, tu bëjmë ishte diferencën. mu, zonjë, ishte Po ti jo, s'po i s'ma bie, lidhje, ti jo, s'po i s'ma bie në lidhje. të, ma. Ma mira bam në kokë mua betit. Ti thua një më së kuqa me ti. Ja, tha pastaj kjo, për atë. Po kuqarin, a, kështu? Po, që kishën bigun tim, që Po, çuna më të po, mbajtur, po, më të mbajtur ishin Meritoni dhe Fationi. Okej. Hajde edhe ka një numër. Po. Urdro. Hajde, 7. O, duhet themi numra? E Po, ta për shkak shumë që me- 7. Ata Roza 7. 7. Ty me dabu pytjen, Po a? ja, s'ka Kjo gjë. zgjedhi numrin për Për mamin. mamin. S'ka gjë. Okej. Kjo përgjigjet për gocën. S'ka gjë. Tani kush do përgjigjet? Rita. Rita. Qa është një mangësi që e ki, po nuk e ki pranu deri tashmë publik? Një mangësi që e kam? Që e ke, po se ke pranu asnjë se ke Po thonë ja, e kështu disa me po. shumë kam unë, nuk nga tanis, që si them do të në publik. Si s'kisha ditë çfarë. Mangësira kam shumë, po që nuk janë gjëra që thonë publik, po. Mund ta quajmë që je shumë korrekte, më shumë se ç'duhet që ta lësh takimin me mamin në orën 6 të Për vjen shumë që në orën 5. bëj sikur du dhe ato që nuk i du, për shumë që. Nuk dua të lëndoj, më thënë, e kam ati mali që të kam gjanë. Më thënë, nuk është mirë, duhet, po, do shta vetë profesionin a bëni qikë që të jemi shumë të ndjeshëm, edhe pse nuk më E ka bërë vërtet. shumë keq, ti nuk e shpërfaq atë gjën. Të dhëm vetja me... Me thëmë, vetes nuk e alejoj do të, më dhim se të rita në ato rethana. E kështu që e mbaj, edhe pse e respektoj, e kam atë anën e jashme, që duhet i biesh bam në kokë, po jo. Janë ca kushte që ti do detyroj nga njerë që mos jesh ajo, sepse nuk të intereson, nuk të intereson, ta bësh të vuaj, se qa fitove, më mirë sillu si gjithmonë, po unë këtu e kam, nuk e harroj do dhe s'ka se si. Nuk mundesh me ndryshu, ajo është me të lindën edhe... Nuk e harroj dot, me thënë, e kam atë gjë, po që ti bie bam, do me thënë ti, shumë herë, që mund të kem patur 100% drejt në botës, nuk e kam thënë. E kam bajt për vetë, e kam thënë lëshoj, e vras Po. me suksesin tim. Po, nësë më qashto. Ajo, po duhet të mundesh. Jo, bam, nuk ka në këtë jetë. Djeri bam, po të vjen bamja. Kështu që unë kam thënë, e kam përshëndetur, kam bërë dalje, aman në një rrethan tjetër, jo kjo Rita personazh publik, Rita humorit, do i thoja, ej, kurse janë ca rrethana që ti duhet kesh pak atë klasin, atë përmbajtjen, mos krijosh në opinion, këto gjëra i kam, me që deshet defekte. Se me i roa pishmon, edhe kur e bën diçka tani me i roa Po, pishmon. soni i vi pishmon me njëherë, thamë, se bre, Po jo, pra nuk duhet, prandaj duhet me ndojni, Me u mat 7 herë me bë një hap. Se mirë janë theti u knaqë, Po. Jo, vritesh më mbrapa, pse do ja thuash? Hajde, Ajo, Roza. Hajde edhe një numër, Roza. Një numër, okej, 5. Okej. A je bo në herë kishe nuk për një dikon, vish për mu dok ma interesant? E ki po dikon, je bo kishe s'pe një. Kam bërë sikur se një, Po. për të dukur më interesante. Në fakt jo, edhe kjo është faj mamit, se ti e ke faj, ti e ke faj. Sepse ti më ke mësuar kudo që të shkoj të përshëndes, mam, edhe në ashensor kur hyn dhe ke komshin të përshëndet. Dhe mua më shbë refleks, kudo që futem në një ambient, unë përshëndes.
Më kupton? Dhe Është kulturë dhe s'ka ma mirë, po. Shko në botë edhe shiko si të përshëndes. I përshëndes të gjithë, po ka dhe nga këta, unë nuk e mbaj mend për shembull që personi që mund të kem përballë mund të kem patur një bif, një përplasje, një dis. Edhe unë përshëndes me mirësjellje, sa futem diku dhe mbrapa nuk marr përshëndetje mbrapsht. Dhe mua aty më i kontrolli pastaj Robert. Mami ku ta kesh, kush ishte ai? Mami ku ta ket ai? Urrimit i bashkangjitet edhe Robi. Mamin ku ta kesh, desh, kisha dhe në Ai që nuk ka zhveshur. përshëndet Rozën, dhe Roza e ka përshëndetur. Dhe madje kam edhe shumë bezdi, unë i quaj këto normat e tavolinës, normat e sjelljes, e kam shumë bezdi kur jemi ne këtu për shembull dhe të vi dikush i huaj që ka për të takuar ty, se ka punë me ty, dhe mos na përshëndesi edhe ne Unë e kam ato, shumë e keq është ajo. Më i kontrolli, sepse më ka rritur mami me këtë edukatën që kudo ku hyn, përshëndet një herë dhe pastaj vazhdo punën tënde. Ma është deficient nga trut, nuk e kupton të ja ishte eksiq nga trut e kokës. Qa është moj eksiq? është mangët nga trut Mangët, eksiq. edhe ai jo të mërzitesh, po ai s'është për ta vënë në listë fare. Ta janë njerëz delirant që duan Është domethënë ky është për defekti vëmendje imi, që unë përshëndes Si përshëndetje, Ma është s'pari dush nga edukata. përshëndet. me ato që Edukata jep. numër 1. Ose japi rëndësi, janë 0, s'kan pikën e vlerës dhe që tu hedhësh ti çik syt, duhet të bëjnë ca gjeste. 300 vëmendje, po këto janë Mami, këta janë vari lesh, desha me thëmë, po fal. Jo, më na e përdorin varikarin. VK. O zotë Robert, oh my god. Si ashtu Rita lesh me përmen leshin këtu në emision. Robert se ka marrë me Kishë mamin. kjo pak ma buta, adhe në vot. Aman, Roberti ti ka lezet, ato shë i tjetër do e kësa hime, që a the ti shkër. Ta puta. Po, Roberti ti ka lezet, o mam, po lere ta shi. Ullu. Pra nda ne për te duam, Berti po na lëre tani. A u kry me ato pytjet? Ta shë ki randin të. Jo, do me thonë, planet janë këto, do me thonë për 2026-ën, me vazhdu, do me thonë 4 epizoda puntata janë në mujtë, gjdo të hane, del në YouTube. Me vlog, po 12, me Do me thonë vloget 3 tona. mujë. 3 muaj janë. Kam e gjatë. Me thonë, gjdo të hënë kemi nga një vlog që del në kanalin tim në YouTube, Roza Lati, dhe pastaj i lançojmë edhe në rrjetet sociale, po aty del si fillim, ku mund të shikojnë të gjithë, mund të bëjnë subscribe, mund të bëjnë like, se këto gjëra këtu shife shoqënia sot për sot, është shpreja. Po, Kemi vënë re, në fakt, se do thoya kush e përkra do e vlerësoni, po në fakt kemi vënë re që e kam përkrahur shumë. po, Janë lodhur i me ka këto pa dhe podcastet. komentet edhe, po, ju kam përkra edhe kolekte dhe këtë është dhe shumë interesant. Janë lodhë me këto podcastet. Janë lodhë njerëz. Po, janë lodhë, po dojnë pak humor, po dojnë humor njerëz, U bë po. si shumë, okej, ka njerëz me vlera që ke qef të dëgjosh, të thonë mesazhe. Po u hap kështu si u bën të tërë, sa menduan se dhe unë dhe Roza po bënim në fillime, që qa po bëjnë, diçka po bëjnë. Kështu që njerëzit duan pak real. Po është Real. vërtet që na kanë përkrahur shumë, edhe kolegët tanë na kanë përkrahur shumë dhe unë e vlerësoj as mase. I falenderoj nga Sepse u zemra. bë një farë kohë, ishte një 2 vjeçar imi që isha shkëputur, me thënë të drejtën, por u riktheva. Edhe u riktheve. U riktheva me mamin. Fuqishëm me Gjithmonë mamin. diçka ndryshe, Robert. Kështu reality life në nebi, mund kemi parë Kardashians në botë, po në Shqipëri, në botën shqipfolse nuk ka. Dhe kush më mirë se ne të dyja, që mami është aktore humorit, Po. unë që e njoh televizionin, kamerën gjithashtu, kështu që mendoj se ishim një duo Perfekte. fix. Super e mirë, po. Edhe normal që Jam kanë me pëlqy falenderuse dhe kanë... shumë. Rozës jam shumë falenderuse, sepse kjo po e shikoj, se Rita është gjithmonë shkon dhe thot sa do marrë vlla Xhani? Zarfi ku. Zarfin. Tak lekun, tak grekun. Ne kishim vajt në një sfilat, nga që pas shumë njerëz, edhe kur dolim thash mami pris të marrë zarfin. Harrova që kisha shku. Po, kur shkojmë në muzik live, Robert, që çoj mamin ndonjëherë kështu për muzik live, Po. bëhet keq që ka harxhu lek dhe s'ka marrë Po zarfin. se përjetoj ato, më është bërë truri i push, më e kupton ti 4 vjet pensioniste. Më të mos kujtoti se jam një orë në ditë jam e mëndshur. Ma! Me orët e tjera. Do me thonë jetonin damas, jeton vetë mami. Po, Po që kur kemi dalë, që kur kam dalë të jetoj vetëm, jam bërë shoqe me mamin. Po, vetëm zjeshim. Sa mirë që e ke. Na edhe dëgjonte shfrytëzoj, lagja. Po, Lagja na dëgjonte, po lera. Po edhe tani duke ardhur për të ty u zum rrugës se nuk na tregonte Google Mapi lokacionin. Që jam i humbëm. qerën e nas jemi futur. ish pak si motra, si me qenë kjo motra adhe në madhja, dhe që i kanë do 5.000, edhe ato shkojnë kështu, po të 30 vjetë kanë moshë diferencë. Po që i thoja, kur ishim në hotel, po i thoja, po ziheshi, mami po lynte buzët e pasqyra, edhe më po thoja, po ti pse pyet ata ashtu, kur mund çohesh ata kisha pyet bërë vet. Edhe si ishte mami,
Ma bërë në një fusë. Mami të ka kesh. Unë u lërisja, kjo një të buzët dhe ma bërë vetëm. E më gjë që i duket shumë e rëndësishme, kësaj a mas më Flas fare. Qiqa se isha duke. Po, Me të thënë, nxjerr ty kjo nga e ka të rëndësishme, mu vi me qesh. Se unë në këto situatë jetë jam tani, në këtë fazë nuk e vras shumë. Ej, nuk kam kohën. Unë tani të mdaj njësi a i që doli në autobus, ja shumë e lumtur, na një ditë. Të pritë emocione. Kështu do mami, gjërat bukra, do mami, të vrejtje. Na, zë vrejtje unë. Me qka i ke në gjo, mamit? Mamit i kam gjarë në talent, në improvizim, i kam gjarë tek molzat, edhe të syt, nuk i kam të bëra molzat, të vetë me që s'kam bo. Edhe mamit i kam gjarë, si kam gjarë diku, Jo, ha? si kam gjarë, u dështi bëja. Dy qika me Se zia di vetëm djathën për ta shoh. Dy qika me zia bëm, keqen kam kullur këme kam arë zvarë, kam quat e doktori. Mama fol, Të doja ti kisha ngjajat më shumë. Sa gjatë e ke ushqy po mënej prej, se tash Shaftu, thot apo trejat, jo, thot trejat. është në gen, kjo në gjanë nga geni babit vetë. Neve na marrë cicat para në na racajon. Këtë, neve, shikoj, po ja gjët e ti, ajde ma i qkokon. Ma! Po ja gjët e ku i kase, o së shohë. Unë nuk i du dhe shumë të maja, unë i du këto që nuk flasim i në një tjetërën. Njona shikon gjafas, njona majtas. Po, s'flasim. Po, se qojnë mirë që thëmë do. E, ju rujtë zotë së knashin për zotin. Themi pas pak me rubrikën e hepsit. Rubrika Pulat e Robertit nga hepsi. Kjo është më e mira se edhe hojmë edhe aktrojmë. Si ti edhe hajmë ku e qove dorën? Edhe hajmë se bërë Ai, hostet unë nuk e vrejta shabunat. Edhe hajmë, fe? Po edhe hajmë, po. Ishte kështu figura Ato artistike. shumë miren ato bombicat. A i thunë edhe ju bombica ato trumullaktat që në kokos. Po. Shumë mirë. Po. 6 bombica. Në Porosia. base 4, këte nuk e di, nëse do i qunin bombica, apo jo, mam, duke parë... Jo, po, Goca. quesh, mami. Quesh. Thank you, I ma. qik, Je knaqër. E knajës janë, po s'ka që, do të qoj prapa atje. Do ve në nivelin se s'bën. Ja, se shumë mira i ka. Se bëm shaka. Bombicat. Hepsi, falimderit që je me neve. Pulat ma fresh në herë, në gjdo pik të hepsit ku të shkoni njëjtë është shia edhe kvaliteti. Ama në aroma ma o qitrurin. Aroma, po. Disha. Përdorim shumë. Faleminderit shumë. Heps, bravo, që e kemi prezent. Ofertën hepstive, do me thonë heps festive, tash pas kërshëndellave, Po, pra, shumë bukur. mune me porosit këtë ofertë. Me pika treja edhe me shumë oferta treja, shkoni në heps se nuk keni mu pendu që keni shku. E na po fillojmë, kush është i pari, i futet? Kush? Sa lidhje, pëse me përmen? A shkojmë, se Roza, edhe njerë pe përmeni këtë punë që këtë rubrik e ku marrë nga Roza, se shumë më ka pëlqy, edhe i kum tregu. Thash, po ta marrë. Edhe e ke lujtë shumë mirë. E ke improvizu shumë mirë situatën. E bëm si kur të mori Rene në telefon edhe ta po ngacmo një qunë. Bravo, po e pas ke mojt men, po. Jo. Thash, me të ngacmu, ka drejt, po jo me të bo diqka ma shumë, me të prek me dora diqka, po. Bravo, bravo. Kanë pëlqy shumë fare qëndrimin. Me humorin. Atë bën Roza e pore. Hajde ti. Unë e kom për... Për rritën e kja. Hajde se Hajde, Rita. leta nxerim situatën me rritën. Hajde. Me spes janë këto apo kështu koti? Ti e di vetë, ma. Po, kuptova. Po. Rita, po të rosin nga një shtëpi filmike, të luash në një film, ku do e kesh rolin kryesor. Po, edhe mes tjerash, do të kesh edhe një skenë të nxehtë dashurie. Si përgjigjesh? Një minutaj, të nxehtë dashurie, të nxehtë. Qashtu të nxehtë erotike. Një, dakor jam, nuk heqim në një gjë. Po pritë Në ta tjetë. Po, që është duke të singru që thujmë ne, Po, po. më farë se isha të përgjigjesh. Le, t'ja plasim zemrën. Dhe me thonë, përveç rolit kryesore, ka dhe një pjesë. Po, një skenë të S'ka nxehtë. problem, s'ka problem, unë të...
Menaxheri kësaj. Faleminderit shumë për vlerësi. Ua, sa bukur me emocionove vërë. Si isha pastaj? Po e kuptova, jam shumë të filmi e disë s'po më besoj. Po pastaj, ka një, një skenë të nxehtë dashuri. Tani, më trego pak kur bëhet fjalë për filmin, si ko. Me thënë, para viteve, do me thënë atë ko, apo në këtë ko, se unë tashi, para atyre viteve do thoja që më vjen shumë kej zotri, po nuk mund të mere me kështu rolesh, sepse nuk i përkas këti lloj aktoresh në atë ko. Tani, sa paguani, më falë qip? Sa paguani? Po, do jeqë sut, jo, mirë me këmishësi për, i lëshoju, nuk ka gjë. Po jo këshu, me një gjë të ho, po e mund të bëj, po e bëj dhe atë. Po këshu, mos bënis, jo, me seks, vetet shumë, të përvëllon fare, po, s'ka në gjë. Vëm një ty muse atje, bën tjetër, ato i rrit ati. Tregeshmi. Tani futim një tjetër atje, ti edhe... Po, si që e bën gjithë bota o buri dhe se nuk bëjnë aktoret e vëzaja asë njëherë në botë. Janë të tjerët e del koka, koka saj. Po, pikërish pra shumë, vajt nga zarshi deri në sa. Mund si me në një plak të lodhur, jo, tjetë që ki mbaruar. Vetë mundi ati punoj, gjithë tjetër jo. Jo, mos ketë fuqia jasë të dominoj unë, po, kuptoj. Jam shumë dakord, po. Të kam mu flume, kështë të apatame. A mo tani ti e disi është mashtrim, është kjo punë arti i mashtrimin. Po, e kuptoj. Jam shumë dakord. Vetëm numëroj ti, sa do them unë. Zerot, okej? Bylle, okej, falemderit që mu bë. Mirja, bune. Qa sikleti e kisha këtë telefonat? Shumë, për zotën e... Për një moment me ndova që për një me është të folja, për shumë... Kisha shumë siklet këtë telefonat. Mami është aktore me diploma, ma aktrimi është aktrim. Së më intereso. Tha, ofofin e tha e boj unë, tha... Ofofa, koka, asaja, është tjetra atje. Ti kujton se është Rita, jo asë njërë botë. është Julia Roberts, asë njëherë botë. Julia bën, asë njëherë, ati është një tjetër, kapet një këshu, edhe ti bën, Po, s'pranojnë. apo nuk ka shansë. Mami ka një shprehje shumë të bukur, me të cilën më ka rritur në televizion, dhe më ka thënë, ke që mami, televizioni është një mashtrim i vërtet. E vesh veten me varak, edhe shitesh si kur je vesh me flori. Mashtrim është shumë. Kështu që... Shumë. E vërtet është vetëm kjo live që ti shikon. Po, kjo është live, po. Shka preket me dorë. Kjo është live edhe u me zi po përës që ti haj këto vdiqa për më të ndaj kjo era. Të tjera të mami, pasaja, televizioni ka marketingun e i shef gjërat bukure, ka dhe gjëra koti që i shesin bukur dhe shgënjerë njerë. Dhe bëjmë me radhë. Kush nuk të shgënjen kjo që e shef live? E vërtet. Roza, për derisa je në emisionin Robi Plakët kur do vetë, po të thëret nëna, mami, dhe po të thot nëse shkon musafir të Robi, do kesh pun me mua. Doko, unë jam në studio të Robi. Apo jam rrugës? Rrugës je, po. Dhe kjo e ka kuptu që ti e duke nisi, ka thonë dikush edhe... Unë jam rrugës duke shkuar. Po, që mami, sa të shpejtë nona që që këpërinë të telefonit. Të punë e telefonit. Me duha, po kush janë a një zë, Andreja? Doni një vëzë, ma sa shpejtë e kapi, po. Hajde, mami. Alo, hëma. Po më more para gjysëmore ku isha. Jam gjysore më matan të rrugës. Po, iki për Prishtinë. Jo, të Robi, jo. Po të Robi kam gjiru dje. Po, është gjiruar dje, ma, është gjiru. është gjiru. Po ti qamë shërë që ta postoj një Instagram unë mamë, se unë nuk doja ta shifni njerëzi se na marim sysh, po ta postoja para koje që isha të Robi. Po u vajta të Robi, kemi gjiru, ka dalë shumë bukur, Santiana një yll, qa ke tani? Jo, po i shkojnë Robit ato. I shkojnë Roberti, po s'ngacmoj qikës është Roberti, prandaj bën diferencën me emisionin e ti, nga gjithë të tjerët, mamë. Pastaj, duhet të kesh shumë mendere që të flasësh, dhe të kesh guximin të flasësh dhe të shkoj. Robi është shumë i talentu, më mame, ti e di, edhe i shkojnë ato fjalët, i shkojnë humori, është artisti, ka të gjitha. Jo, s'më kanë ngacmu, më kanë ngacmu Santianën, jo mu. Jo, pa merak. Ka për të pëlqy shumë, unë e gjërova dje ato, u kryta, njëse kthe do të mrapsh, ma bëj halal, mam. Okej, mirë, Ise po mbi telefoni tjetër, Ika, hajt, puq, mos ki merak.
Mërzitet, moj. Aktore, mamit. O, për zotin. Prandaj se e lash të bëhet aktore, se a kam dhënë diplomën. E kam bërë aktore. Shkenca politike për atë. E kam lind aktore, që duhet aktrimi, bravo. Po, definitivisht talentin e ka prej teje. Shiko, shumë herë ja kam bërë kështu muhabetin, kur s'ka dash bëj diçka, edhe më ka thënë mos e bëj, unë e bëra atje, ndërkohë kam qenë duke shku për ta bërë. Vendaj e bëra një të skenë. Jetoja shumë gjëra kur shumë ke mashtuar gjithë jetën, bravo. Falma. Edhe për tatuazhet për shembull. Postoja bëja tatuazhin unë, edhe e postoja në story mbrapa sa po e kisha bërë. Qa ke bërë ti? E ke bërë tani? Jo, ma është bërë I ketë bukra, rozës i rinë mirë dhe po. Stash. Kush me bon? Të lexoj unë? Apo më lëri për fund? Ajde po. Hajde. Roza pyet Robin. Robi, të thëret në telefon një djalë i cili flet sikur femër dhe të kërkon të dalësh me të një natë. Ti ndërkohë e kupton që është djalë, edhe ti je ai që ja luan lojën atij. Ti ja luan lojën edhe ideja është e vë dhe më shumë në siklet. Ai po përpiqet të flirtoj me ty dhe ti do bësh edhe më shumë në siklet që ta zbrapsësh. Ai thot bobo me kohë. Është shumë vështirë të aktrosh sepse vje shumë larg gjësë. Prit mos e vej në sfidë. Po e Shumë sfidon. vështirë sepse është shumë me vështirë. Është karakter. Alo? Po? Po më ke marrë në WhatsApp? Apo del aty RB? A je eftofona se pak e pas ke zonin? Jo, mu më pëlqenë femnat që e kam pak zonin kështu si matë shterën që thojmë në Kosovë. Me dalë, pa tjetër. Pse jo? A për pune ke diçka, apo kështu? Po të pëlqejsha. Nuk e dija mi ke po intervistat kone e fundit, po. Jo në emisionin tem, po në këto intervistat tjera që kom dalë edhe në Shqipni edhe në Kosovë, e kom tregu që jom gej prej që 6 muj. Jo, s'kan qenë ato kështu. Po e kom pranu dhe vetë edhe nëse kina i vla, s'kish pas problem, po me femnat që 6 muj mo... A femën, a moshkull ku ka, po ma mur menja pasha zotin. Jo zemra me, që kina i motër, a qik tezës, ti qi me ren, ama ty zemra e me jo. Qa me ndoj për juve? Pullet e qien ore për në të pëqë. E ke fat intervistën në Tiranë. Po qa me interesën më pullet? Po s'pun ka mund. Zemra e me. Bëtha jo të bët shka dush me ta. Zemra e me, po. Unë se di pse po menoni që ashtu, mas pari zonin e kam taman burë. Prodhej qatë shumë testosteron, do me thonë, unë e s'kom kundër juve kur gjëheq. Po qatë shumë i du femnat, po bravo, pas ke thirë veç me ma një zonin, Ani, po unë e prap motra të qifsha. Qau. Po dhe, s'di une, a do këna, nashta i kanë qef pa kështu. Jo. Je shumë mashkull, më shumë se që duhet dhe mendoj që ka bërë një loja i tipi. Se da je di shumë mirë që nuk është Robert Berisha gjikundi. Shiko, e di si është puna, dashnia është e rëndësishme. Mu për vetës më ka ardhe keqa asë njëherë nga njerës që kanë dasht. Se kanë dasht seksin e kundërt, se kanë dasht seksin e njëjtë, se kanë dasht zotin dhe janë fut kishës, se kanë dasht pemën, se kanë dasht... Thjesht njerëzit që dun janë njerëz të mirë. Dashnia në çfarë do lloj mënyre, çfarë do lloj gjëje, po të dush, je njeri i mirë, mu për vetes kush ma ka në kuptimin e intrigës, kush më ka lënë du, kanë qenë njerëz që s'kanë qenë plotësuar, që s'kanë pas dashni vetë, edhe jam shumë pro nëse njerëzit duan, çfarë do lloj race, ideje, krahine, feje, gjinie. Dashuria shëron gjithçka. Është vërtet, unë e bona si kështu punë Absolutisht, po show, se unë që 3 muje me një qunë, edhe është 22 vjeçar, se gocat po flasin. Po flasin gocat. Bujnë të madhe në për qytetë, Aj qëni mirë ka qëllu s'po flet. Po, që bile kjo kameramoni këtu është. Më falë, vlatë, që e buna lajmë.
Santiana është gjërava jote? Jo, s'kom. Ti s'ke, a? S'kom kësi Po, une. se, kur jemi... Ne kishte meritën vetëm. Ja, Ti s'ke tepër. për t'i lexuar Santianës? Ska më Ja, një ja, vetë. ja. Ja, se 4 bonë shumë edhe qaq mu të kumbone me shto teme, kështu që s'ka nevoj mu. Të dhirë për kënar. U knaqëm, ju rujtë zoti, Jashtëzakonisht. shqyqyrë që e ke momin edhe ta kësha pos këtu, kreti kësha dhonë. Do me thonë, sa mirë që edhe po punoni bashk, Faleminderit. edhe duje, sa e kemi qështu të bukur. Desha të thoja që vërtet u ndjeva shumë mirë, pak duke ditë stilin edhe u mundova të përshtatesha, të dilja pak, do me thënë, dhe dola pak nga Rita, se nuk... Me gjitha të, ta bëj halal për emisionin që bën, për kënaqësinë që jep njerëzve, për dashurinë aq të madhe që ti e mbartë dhe e transmeton, ato mesazhe aq të bukura nëpërmjet atyre nga po është një gjë që e them me shpirt tani si artiste, që ty të shkon edhe ja t'jap dorën. Faleminderit. Prej puntatës të parë, gjithmonë kam kërku falje. Kjo është një late night show që fillon në orën 11:15. Prandaj dhe bëhet në ato orë. Edhe fëmijët janë në gjumë, kështu që ma bëni halal. Santiana herën tjetër kur të më ftosh, nuk do më pyesësh kush është mashkulli më seksi i Big Brotherit, po do më thosh i krejt shqiptarëve sepse është Robert Berisha. Dhe Robert një Prandaj gjë. do shkoj në Robert. Robert, dhe po të gjosh emisionet e vona në përbot, emisionet e vona, me thënë, në Amerika, Angli e krejt, humori... Francesë, angles, gjerman, krejt Humori edhe do po. duket aq i thjesht dhe i zakonshëm, zhargoni që përdor Berti, sa nuk duket asnjë përpara të dëgjosh. Mi kanë përkthy një herë, kanë të nuk ka mundësi. Po nuk ka mundësi. Kështu që hes përpara, shiko punën, dikush që nuk hop e kthe, s'ka asnjë problem. Se pëlqen Rita hop kthe kalote tjetra. Definitivt. U Faleminderit. knaqëm edhe iku qaq shpejt. Do i hajmë do tani? Po ta shkëna me Kënaqësi shumë e madhe. Sa gjonat kena me hongër. Komplimenta Santiana. Po mos haroj Santiani që ta zbukuron aq Ja, shumë Santiana, emisionin. po, e di, edhe në Vaj fillim shumë edhe komunikimi. Ta mban edhe humori, si themi në Shqipëri. Ta Ishte mban. lëvizje e dur që ishte Humorin, Santiana E këtu. mban humorin. Me thënë nuk e lëshon edhe. Asnjëherë. Prandaj më pëlqeu shumë si artiste e lindur. E kam komplimenta. E kam cis të djathtë, që thojnë dorë djathtë, aty ta përshkruaj shumë po. Dora djathtë ime është cica ime e Po djathtë. më qefi shumë, shumë. Ju duam shumë urime festat e fundvitit, Zuar, diaspor. Zuar!